Heci herë kotë shumë, më tha sot nana mu, kishte një lloj urgjence në zonën e saj dhe shkova shpejtur. Edhe I thash, baja që ka nëllë? Tha, dha ajo, tham, televizor, tha, ajo që po IU. Ashtu e quhet Anila Hoxhën, është një që e plajmet, se e flet Shqipën ajo, për shembull, e zgjatë të atë, e od, edhe paja kujton se ka ardhur në një nga jashtë, thot, se gjanë dy lajme, që po vinë nga shtetet e huaja, po e vinë, po e mushin Shqipërisë, shqiptarit po e zbrazin, edhe e dëgjon që flet ajo, thot, e zgjatë për shembull, u bleru toka e zgjatan, u ngrit kulla, edhe zgjat këtë zanore dhe baja kujton se ajo ka ardhur, është një nga këto që ka ardhur nga jashtë shtetit, edhe thot, po pse japin punë të mira këtyre, nuk mund t'i japin shqiptarëve, po japin këtyre që s'din shqip. Nëse po bajen ka fillu ta loj kujtesa. Edhe tha, I ka dhënë lajme, tha ajo, tha, ishte gjallë, tha, Lokbeku, ose kishte ngju një herë, ishte gjallë, tha, e në ishte shtu, tha, që s'nall në këtë botë, unë tha, di, tha, që I vdiq, tha, Loku vdiq, tha, kur ishte Galamo, tha, ka vdik, tha, si Fez Gërdeci, as dhja kush është Fez Gërdeci, po që ka një që pas ka vdek palon fëmi, Fez Gërdeci, kështu pas ka vdek, kështu e thëtë truni bajës, në atë momente, se bajet është nuk është më, nuk e ka të menjën e këthilet, po të habit nga jemë këta gjona, tha Lokbeku, po kush është Loku baja, tha shose se di se, edhe që ta bëjt flasi, qiki, nga natë në bisedë dhe knaqet, po, edhe tha, Loku, tha, erdhi, tha, ja për në gjinë në shkallë, dhe, kur kishtë qenë Kalamon. Edhe ka bo shpinë, the, I poni ka të solër të tha shkallajakt, për fshëtarë të vetë, se ishte vetën fillë katë, aty tha për shpis Lman Morikës. Unë nuk qesha, unë se kishë në gjuku shashku Lman Morika, që pas ka edhe Lman Morika dhe Fez Gërdec, po duka minu që baja, ta shti ashtu, ja thot runi, tha I bon, tha I ka solër, tha aty tha, ata shkallajakt, tha lon Lokbeku, tha, Bekut, edhe tha, po vdiq shpejt tha Loku, tha, s'la, tha, Kalamaj, nuk la, tha, njëri mrapa. Mirë, po tha, edhe tha, kjo që boni IU, tha, që ishte gjallë, tha, edhe ishte shtu, ishte rrit. Edhe, shkova në YouTube, ty ku përshqip, tha, baja, kishte kalu vitja, qova mrap, se di, që kjo që boni IU, është Anila Hoxha. Edhe, thash të shofët në lajmet në qose nuk po fletë ndërë baja. Edhe që mrapat e lajmet. Edhe me gjithmen del ishte lajmet e fundit Top Channel. Edhe aty mes lajmeve ishte me gjithmen kjo që bon IU në çdo fjalë, në çdo zanore. Dishka tejet jo Shqipës, sigur ka lindë në botën e jashtme dhe ka ardhur dhe ka mësu aty Shqipën për mësat, është s'ka rëndësi. Edhe thash, shoh një herë që ka po bajen me Lokbekun, Lman Morikën, Fez Gërdecin, që është në rëfmet në qose ka qenë në gjithmen njërë si jetojnë, se ta shtu është të çuditshme ke botë, edhe me thonë të vërteta baja, si beson ma kush, se ta shtu flet baja, gjona që ashtu ja tha truni ta shtu. Edhe filloj gjë lajmet unë, edhe lajmet e kësaj Anila Hoxhës përfundojnë me gjithmen me Lokbekun. Tha, avokatët, thoshta e lajme, kanë bojkotu atë, se bona një video në pasaj për atë avokatët, po menja më më rrinë të Lokbeku e kësaj. Avokatët nuk po shkojnë punë, po bojkotojnë punën, për arsye se është arrestu një avokat, po nuk e thot pa drejtë në mënyrë drejtët dhe po shtohet Lokbeku.
E në gjo, edhe në baja. E në gjo në në thashë të tha. Që zbon tha Perëndia tha. Jo vetëm që ka gjallë tha. Po u shtoka Lokbegu. Për kësaj ignorantës, për kësaj idiotës, për kësaj debiles, për kësaj psikopatës. Kur flasë për këta, flasë për mediat shqiptare. Lokbegu, të qivë dhe hrenonën Lokbegu ty, idiotët e idiotëve, që s'ka fjalë shqipe. Lokbegu, që ta morin vesh shqiptarët që gjën lajmet, që pillën e nonës, është Lokbegu mër idiote. Është thjesht për ju që gjoni këto pallaver, këto idiotet, këto paçavuret, këto halet. Është mbi ngarkesa. Po flasin për mbi ngarkesa, për barën që krijohet, sepse ka shumë dosje atje në përgjigje, në për gjykatët e shëpren, që nuk kanë kohë gjykatët ti shqyrtojnë, edhe mbi ngarkohen edhe shtohet bara, edhe mbi ngarkesën, kjo shkona më bërë mu Lokbegu. Lokbegu i nënës sate, idiot e idiotëve ju të medjes, se s'ka shqiptar në Shqipëri që e din Lokbegu dhe lajmet nuk jepen për Sali Berishën e për Edi Ramën, ata as nuk e qenë kokën për lajmet e juja. Jepen për popullin mërë deri nonën më idiot, mërë psikopat. Lokbeg është një software vlezër e modra, është kryu në Java, që ka të boj me këta, mbi ngarkesat, barët këta, por në anglisht, fjallë për fjallë, log është një kështu që procesë verbal, ku mandi hapet për shembull një çështje dhe e shkruan u hap aty si regjistër. Edhe Lokbeg do thot mbi ngarkesë, më kthy mapsh. Vjen fjalë për fjalë nga fjala log, që është trungë një pemë kur e pret, një trung, edhe bek, të jepet të përshtypje që ti e shtyn trungun do ta nxjerrësh për shembull, edhe i rregulliset mrapsh. Pra Lokbeg, log është një trung i prem, i kalbët, i rënd, në dhe, që du të shtysh pak më tutje edhe shtyn edhe të kthehet mrapsh. Bjen rregulliset. Lokbeg, kjo është mbi ngarkesa. Në Shqip thuhet thjesht mbi ngarkesë dhe e kupton i madh i vogël bar. Mirë po, këto psikopatës janë gjithë si Anila Hoxha, për ndryshe si mahen këto psikopatë që dalin e flasin në televizor, se janë mediat, janë pronarët e kanaleve televizive, janë bë më pare halet, që po na prishin gjuhën, që mi thot bajës, Lokbegu edhe baja habitet, të merohet, çuditet, që ka ngajt Lokbegu, që ka pas shpinë këllon Marika, aji, si kishte Marika e harova emrin, ke një Marika i, edhe që pas ka vdek si Fez Gërdeci, ky Lokbegu, që ka rëngjallë e pas ka rëngjallë Anila Hoxha, edhe që ka rritë që ka shtu Lokbegu, nonën e medias, nonën intelektualeve, nonën këtyre idiot, këtyre psikopat që na çmerin çdo ditë, çdo sekond, popull idiot, kom koti, sa mi qoka ju për shtet.